Vrasja e Antonio Carafilit, 18 vjeçarit që u gjeti varur në pyll në Voskopoj më 14 qershor të vitit 2018, është zbardhur pas 7 vitesh. Ndërsa fillimisht çështja u raportua si vetvrasje pas dyshimeve të familjes, çështja u rihap dhe pas hetimeve u zbulua dhe e vërteta tronditse. 18 vjeçari u vra nga partnerja Kejsis Pahillari dhe Recep Vathi, i moshuari me të cilin ajo kishte krijuar një lidhje paralele. 24 vjeçaria ndodhet në Kanada, ku ka krijuar familje, ndërsa gjykata e Korçës ka caktuar ndaj saj masën e sigurisë, arrest me burg në mungesë. Ndërsa Recep Vathi i ka dhënë fund jetës në gusht të vitit 2024. Recep Vathi, i cili u konsiderua si dëshmitar okular, është shprehur në atë kohë se mbrëmjen kur 18 vjeçari Antonio Carafili u gjeti varur në një pemë në pyll, kishte parë dhe dëgjuar 4 persona që bërtisnin, por Vathi, në atë kohë 65 vjeç, në bisedat e zbardhura ku flet me Kejsin, dëgjohet ta porosis duke i thënë të ketë kujdes, pasi ai vet nuk do të tregonte se çfarë kishte para atë natë në pyll.